Vendimi i Gjykatës Supreme lidhur me padinë për dalje në treg të hapur të energjisë të rreth 1300 bizneseve është interpretuar në mënyra të ndryshme nga oda ekonomike si paditëse dhe nga zyra e rregullatorit për energji si e paditur. Derisa në OEK thonë se vendimi i Supremës e kthen në pikën 0 procesin e daljes në treg të hapur të energjisë dhe kërkuan që të zbatohet aktgjykimi, në ZRE pohuan të kundërtën. I bëjmë thirrje zyrës rregullatorit të energjisë elektrike që ta implementojë vendimin e gjykatës aktgjykimin të gjykatës supreme, ta kthejë gjendjen në pikën 0, se ka kthy gjykata supreme, se nuk është që po mbetet në vullnetin e zyrës me kthy në pikën 0. Dhe të filloj me përgatit bazën ligjore ato që thamë deri tash konkurrencën për me kriju sigurinë juridike dhe sigurinë ekonomike që në parimet bazë edhe kushtetuese të ne. Në rast se nuk ndodh kjo, oda ekonomike do të merr veprime tjera, civile dhe penale. Supremja një ditë më pas fuqizoi nenet të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë që kanë të bëjnë me kriteret e daljes në treg të hapur. Por në ZRE thonë se vendimi i saj për tarifa me pakicë për vitin 2025 nuk është i bazuar në dispozitat e shfuqizuara të udhëzuesit. Gjykata ka vërtetuar se e drejta për furnizime me tarifa të rregulluara të energjisë elektrike u takon vetëm konsumatorëve të kualifikuar për shërbim universal, që është në përputhje të plotë me vendimin e bordit të ZRE-s për tarifat me pakicë për vitin 2025 dhe direktivën për energji elektrike të Bashkimit Evropian. E avukati Ekrem Hoxha, që ka bërë padinë në emër të OEK-ut, u shpreh se asnjë shtet i rajonit që mbështetet në direktivat e BE-s nuk ka zgjedhur modelin që po ndjek Kosova. Direktivat e BE-s e thash thojnë bazë kapacitetit dhe konsumit, jo bazë kategorizimit si NMV. NMV-t janë vetëm për deklarime kategorizim për çështje tatimore dhe për përfitim të granteve nga shteti. Dalja e bizneseve në treg të hapur është atakuar edhe në gjykatën kushtetuese nga Partia Demokratike e Kosovës në fund të muajit gusht. Nga kjo gjykatë kanë thënë për kohën se lënda është ende në procedurë të shqyrtimit. Zyra e rregullatorit për energji në mars të këtij viti njoftoi për daljen e detyrueshme në treg të lirë të energjisë të rreth 1300 bizneseve, duke u detyruar që të zgjedhin vetë furnizuesin.